Ne e dim se lista esenciale në Kosovë me vite asnjëherë nuk ka qenë ma shumë se 38-40, të më thonë çdo herë ka qenë e mangët, mirë po këtë periudhë kohore në pandemi, thua se kanë pushu smundjet tjera, edhe Ministria e Shëndetësisë, po edhe institucionet tjera kanë qenë të fokusuar në vaksinim dhe për parandalimin e Covidit, kështu që kjo situatë ne në listën esenciale për raste emergjente pothuajse na ka gjetë në zero. Ditët e para të gjitha medikamentet të cilat kanë qenë të nevojshme për pacientët kanë qenë të obliguar të marrin të blejnë në barnatorët e qytetit. Ndërsa ditën e dytë kam fjalën për ditën e martë, pas sensibilizimit të gjendjes, ndoshta duke ju falendëruar më shumë gazetarëve që sensibilizojnë, mjetet e informimit që sensibilizojnë situatën, njerëz, bamirës, donatorë të ndryshëm erdhen dhe vërtet na plotësuan këtë vakum deri ditën e mërkurë. Ditën e mërkurë ishte për vizitë, ishin të gjitha strukturat relevante në vizitë dhe Ministri i Shëndetësisë na premtoi se do të na furnizoj listën të cilën ne do ta përpilojmë një listë urgjente për nevojat që kishim në këtë rast. Mirë, dhe me njerë në mbrëmje, dikon ka ora 10 jemi furnizuar me kontingentin e parë, në të cilin rast shfrytëzoj rastin ta falenderoj ministrin për azhuritetin që bëri dhe ne tani mund të themi se jemi të furnizuar, në qoftë se kjo situatë nuk zgjat, për momentin jemi të furnizuar me barna për këto nevoja me këtë simptomatologji.